Fshati Boboshticë është një nga destinacionet më të preferuara nga turistët e huaj dhe vendas. Ky fshat ndodhet vetëm 7 kilometra larg qytetit të Korçës. Bukuritë natyrore, ushqimet e shijshme tradicionale, tavernat muzikore, si dhe objektet të trashëgimisë kulturore e bën një zonë turistike shumë të frekuentuar. Përveç qetësisë së ajrit të pastër, kuzhina tipike e zonës është një nga tërheqjet më të mëdha për mijëra vizitor. Mishi i pjekur, qoftë zgare, sallatra të ndryshme, mish fazani, fërges, po edhe lakrori në saç janë gatimet tradicionale të Boboshticës, për të cilët frekuentuesit udhëtojnë me orë të tëra. Kamera jonë është ndalur në një nga lokalet e kësaj zone dhe ka fokusuar nga afër përgatitjet e lakrorit në saç. Ky lakror përgatitet me miell fshati dhe të gjitha produktet që hidhen në lakror janë produkte të blera në fshatin tonë. Asortimenti që kërkojnë më shumë është lakrori, kanelloni, petullat e fshira, mishi i pjekur, filetoja e viçit. Gjithashtu fshati Boboshticë ka shumë manar, pema shekullore e raki përgjithësi frutit të mrekullueshëm, traditë që ruhet për mijëra vitesh. Pronarët e tavernave dhe kuzhinierët tregojnë arsyet se pse vizitorët zgjedhin Boboshticën për të kaluar fundjavën apo ditë të veçanta, ndërsa vetë turistët shprehen tepër të kënaqur për gatimet dhe bukuritë natyrore që ofron ky fshat. Sot kam erdhur të festoj ditëlindjen e 2 mbeskave, e kam 2 binjaçka, më bëjnë në 3 vjeç. Edhe këtu në Boboshticë më pëlqen gjithmonë kam erdhur. E frekuentojmë, na pëlqen dhe për klimën edhe për gatimet, ushqimet, të gjitha i ka të mira. Po të vish këtu në këtë duhet patjetër mishi i pjekur thonë që është kryesorja. Boboshticica ka 250 shtëpi, kryesisht dyqaçe të ndërtuara me gur, mes të cilave spikatin tavernat. Në Boboshticë mund të vizitoni dhe kisha të hershme si kisha e Shën Maris, kisha e Shën Gjon Pagëzorit dhe Shën Dhimitrit.